Yes, Ledion? Pse mendon se Brikena mund të ketë dikë aty jashtë? Unë e para se me bë Mateo ajo surprizë për Brikena, kam bë sa muhabetet me Mateo, edhe kam bë sa pyetja aty, edhe kam thënë, like, jetu provu e kupton me Brikena, edhe shumë respekta e kupton të ajo pjesë që e bën, unë e kam qef njerëz që tregon dashuri edhe sa në qështu, po vërtet s'kam pa një qunë në televizor sa herë një gocë me e bërë refuse, edhe aj prap tenton, edhe e thash, a je sigurt se Briki nuk ka dikush jashtë? Edhe aj tha, jo, s'besoj, e kupton. Unë e thash, pa tia e beson? Thot, jo, nuk e besoj. Edhe ishe vetëm një mendimi im, mase ne, kur ishëm këtu të Prime edhe kur doli Briki, me të drejtë unë e hiq fare nuk e mendova se do shkoj Mateo, unë e mendova se dikush tjetër do vi për Brikenën, edhe ja pash edhe ftyrën e Brikenës kur doli Mateo, si kur she was disappointed, si quhet shqip. E shgënjur. E shgënjur, po. Tani ajo është mendimi im, ase ne kam folë edhe me Brikena, ma ka shpjegu sa gjërat, po unë që shtu mendoj, ose janë të lujt një loj super mirë, ose e kemi quni Mateo super dashuruar. Ina? Nika këta. Që mos bëhem e përsëritshme, Ledion, ajo që kisha thënë edhe në klip, edhe që shëndron është që Brikena në këtë marrëdhënie ka qenë shumë e qartë, unë kam thënë të gjithmonë, sikurse është parë. Edhe në rast se aludimet tona janë të vërteta, pra në rast se Brikena ka një lidhje aty jashtë, sigurisht ajo është politikisht korrekte me këtë lidhje, sepse nuk ka bërë asgjë për ta disrespektuar atë njeriu që mund të ketë aty jashtë. Duke llogaritur pastaj dhe çdo gjë tjetër, emri i Arushit që nuk lidhet fare me Mateon, preferencat e Brikenës për... Jo, e ka shprehur këtu. Unë nuk e njoh Brikenën dhe nuk i di preferencat e saj, por me çka kam dëgjuar në këtë shtëpi dhe me çka është transmetuar edhe herë të tjera nëpër klipe dhe në Prime, Brikena thotë, mua më pëlqejnë djemt me bark. Dhe mua më pëlqejnë Ky është mendimi im, në rast se ju nuk jeni dakord. Po nuk është politikisht korrekte për të qenë jeni të mirë për të mos qenë dakord. Faleminderit. Personalisht nuk e shoh dhe nuk dua ta mendoj se Brikena mund të ketë një person tjetër atje jashtë, por patjetër siç e thashë në klip, unë e shoh totalisht të painteresuar. Kjo për shkak se e kam parë dhe veprimet që ka bërë në momentet e tjera që ka pasur me Mateon. Pra gjithë kohës ajo tenton të jetë largët, edhe kur jepet mundësia që ta afrohet gjatë këtyre primeve, Brikena gjithmonë ka zgjedhur të jetë largët dhe edhe tek surpriza shumë e bukur që mendoj që duhet kishte patjetër minimalisht një përqafim, Brikena nuk ja dha. I dha vetëm dorën sikur të ishin shok klase do thoya. Miri? Duke parë gjithmonë dhe duke dëgjuar gjithmonë Brikenën se çfarë preferencash ka për mashkullin e saj ideal, të vjen të mendosh që më shumë kishte dëshirë të rrinte me Bolin, me Arushin, se sa me Mateon. Dhe unë mendoj, ky është mendimi im, që vetë Brikena këtë e bën për të pasur një lojë duke luajtur me ndjenjat e ndoshta të atij djalit, se ndoshta ai mund të ketë ndjenja, dhe për ta vazhduar këtë gjë ta ketë si insulin për të jetuar sa më gjatë te kjo shtëpi, për ta përdorur këtë vetëm për lojë, sepse s'ka mundësi që një njeri që është takuar 4 vjet përpara me Mateon, kanë pasur atë relacionin që kanë pasur, janë puthur si janë puthur, atë nuk e dim. Tani do mbas 4 viteve këtu publikisht ta njohi, vetëm ta njohi këtë djalë. Qartë, Mateo? Ky është qëndrimi im. Parimisht nuk e kuptoj çfarë bezdis Mirin dhe çfarë lidhje ka ajo para 4 vitesh me tani. Gjithë janë të shqetësuar shumë për surprizën. Këto janë më shumë të shqetësuar për Arushin, ndërkohë që nga momenti i parë që unë kam ardhur këtu, unë e di shumë mirë çfarë mendimesh ka pasur Brikena dhe gjithë koha që ne kemi kaluar larg njëri tjetrit ka qenë këtu për t'i vërtetuar Brikenës që unë nuk jam armiku saj, që unë nuk kam ardhur për lojë, as për të lozur me ndjenjat e Brikenës dhe as për të krijuar një lojë mes neve të dyve. Në çdo moment i kam respektuar hapësirën, në asnjë moment nuk e kam cënuar, nuk e kam sulmuar, deri kur bëra një hap, i cili ishte surpriza që unë i bëra për t'ia vërtetuar edhe një herë që unë dua një mundësi që ta njoh se deri para surprizës ajo nuk ma ka lejuar, pavarësisht se ajo ka thënë që ti e ke pas mundësinë të vish dhe të më flasësh, ajo ka qenë totalisht e akullt, gjë që ka ndryshuar mbas surprizës. Po një frame përpara s'ka, Kristi? Dua të kem fare të bëjmë aty. Mua më ka ngel mendja në fakt tek pyetja që bëra përpara, dhe thoya vetëm që vazhdimësia ishte pikërisht shkaku që bëra atë pyetje më përpara.
Për sa i përket kësaj historisë, kam tentuar të flas me të dy. Mateo e ka mbyll në një mënyrë që nuk më ka pëlqyer dhe pastaj e kam parë që okay, limiti është këtu dhe nuk duhet të merrem më me këtë histori për sa i përket me Mateon, ndërsa me Brikenën kam diskutuar si marrëdhënie shoqërore që kemi krijuar këtu brenda, më ka dhënë përgjigjet e saj dhe jam shumë në rregull me këtë pjesë. Qartë, Selin? Atëherë Ledion, te historia e Brikenës dhe Mateos kam qenë gjithmonë të paktën afër Mateos, sepse më duket një histori në opinionin tim reale. Brikena pas surprizës Mateos dhe pas disa parashutave që ka ardhur nga fansat e tyre, shikoj një Brikenë në sekuenca shumë lozonjare dhe shumë të çiltër dhe shumë më të butë se sa Brikena para surprizës. Këto janë tentativa të një djali që ka pëlqim real për një vajzë dhe shumë okay, se neve në një prime paraardhës folëm për të qenurit reale dhe për ca gjëra që këtu në shtëpi vërtet mungojnë, dhe pse jo ja ku është, pse jo mos ta kultivojmë, por ta gjykojmë dhe ta kundërshtojmë. Ne nuk e dim nëse Brikena i ka pëlqimet si një djalë si është Mateo, apo i ka të kundërta, sepse ne Brikenën këtu brenda 4 mureve po e njohim dhe neve Mateon këtu brenda 4 mureve po e shikojmë. Ti thua që Mateo të duket i vërtet, po Brikena? Brikena nuk dua ta gjykoj në të kundërt dhe për Brikenën dua të mendoj në këtë pikë që është e vërtet, por është akoma shumë e ftohtë. Dhe ndoshta e ka parë që publiku e ka pëlqyer Brikenën në këtë mënyrë, duke qëndruar të riqe mos e kput, derisa të vi momenti që ajo ndoshta vërtet do afrohet shumë me Mateon ose do largohet përfundimisht. Pyetja është fakt kur se edhe unë me Mateon jam relativisht afër, po edhe me Brikin kam ndryshuar pak këto kohë të fundit. Pyetja është, a do ta tekalojnë fazën e njohjes kur loja tua kërkoj, apo do ta bëjnë këtë fazë, do ta kryejnë këtë fazë sepse kanë ndjesi për njëri tjetrin. Besoj se Stenal do t'i ke marrë. Interesante pyetja. Brikena që kemi qenë të katërt. Atëherë Ledion, unë i pranoj këtu komentin nëse këtu mendojnë që unë kam një lidhje jashtë se mendojnë çfarë do lloj gjë që mendojnë, unë e pranoj se domethënë raporti jam me Mateon u kon shumë luhatës edhe domethënë u kon shumë i çuditshëm, se kur ka ardhur Mateo unë domethënë nuk e kum sjell Mateon këto, edhe unë kumujt për fillimi me shfrytzu situatën me Mateo këtu në lojë, domethënë m'ju afru me bolojën e çiftit, po nuk e kum bë se thjesht nuk jam ndjer me mbo, edhe nuk duaj në atë moment, se ishe gjithmonë, kam thënë që veç një sekond, e kam shpreh gjithmonë dhe kam thënë që nuk kam pëlqim për Mateon. Në momentin që ka ndodhur shumë situata ku unë nuk jam një mirë, erdh mami dhe mami më japi dorën. Edhe unë në atë moment deshta thjesht me i mbyll ato gjëra që kanë ndodhur edhe me i lën anash. Edhe në momentin që Mateo ka vazhduar dhe ka thënë unë kam pëlqim për Brikenën, kam pëlqim, edhe unë thjesht rria dhe dëgjoja. Në momentin që erdhi surpriza, domethënë erdhi konfirmimi i fundit, se bjen surpriza ke gjëja e fundit që ka ndodhur, erdhi konfirmimi i fundit që ky djalë ka i pëlqim për mua. Edhe unë thash, okay, me qenë se gjithë banorët këtu i kanë jep mundësi me njoft Mateon se çfarë personi është, se kush është, thash kush jam unë me ik gjithmonë edhe pse mos më jep edhe unë mundësi me njoft Mateon se na është me të vërtet ka pëlqim për mua. Edhe unë thash, po thash du me jep, veç një sekond. Thash unë dyshimet e mia. Veç një sekond se nuk ju ndërpreva, veç një sekund. Është shumë normale që ti të pranosh që ke pëlqime të vazhdoni njohjen, por ti gjithkohës thua, unë jap mundësinë Mateo se njihet me mua, po pëlqimi yt dhe dëshira jote për ta njohur atë djalin ku është, përveç pranimit të dëshirës dhe ftesës së madhe nga ana e tij që të njohi ty. Atëherë Ledion, unë personalisht nuk laj me fol. Nuk ka lidhje logjike në ato pranë. Jo ta prandoj se Mateja edhe jemi njohim njëri tjetrin më shumë se na që njohim njëri tjetrin. Ledion, mund ta përfundoj të lutem. Ata marrin me përgjigje, pastaj të flisni dhe të komentoni gjithë me që s'po ju pritet. Jo vetëm komente kemi të rëndë, se duhet të marrim leje për para se të flasim. Atëherë Ledion kishte thonë që unë Mateon e kam njoft para 4 viteve, jemi pa vetëm një herë. Ti një person mundesh me njoft, mundesh me qëndru tër jetën me to, po apet nuk mundesh me njoft çfarë personi është. Unë Mateon e kam pa vetëm një herë para 4 viteve, ku mundën me thonë që unë e njoft Mateon. Mateon nuk e njoft, dhe thjesht me qenë se gjithë i kanë jep një shans me njoftumren, thashë edhe unë do më jep një shans me njoftumren. Edhe nuk e kam ditë që ky vendim i emi i bën, domethënë gjithë shtëpinë e rrotullon se gjithë dojnë mi dhon mendimet e tyre jo e ka për
seriozisht se ka për lojë. Nëse unë e kisha pas për lojë, e kisha bo që në fillim. Unë vazhdoj të them që nuk kam pëlqim, është shumë çuni mirë dhe du ta njoh këtu brenda të jap mundësinë që nuk ja kam jap deri sot. Deri tani Brikena nga ai sa ke njohur. Nuk ka logjike mes fjalëve. Unë nuk kam pëlqim për këtë djalin, por unë dua ta njoh. Deri tani. Po mirë, o Ina. Gjeni ty të komentosh të. Jo për të shkuar narrativës së Brikenës, po ka qenë një periudhë para se sa të lejohej dashuria në këtë vendin ton, që prindrit tan ashtu njiheshin nga të tjerët edhe binin me dashuri rrugës me njëri tjetrin, se s'kishin mundësi tjetër, e kupton? Që mund të ndodhë që edhe duke e njohur, pra, siç mund të ndodhë me një shok. Pra ti e njeh fillimisht si shok, pastaj të fillon pëlqimi, e kupton? Po Ledion ta pranojmë. Ledion edhe një gjë tjetër, Unë vesh një sekondë, Ti kishe shok ke isin edhe për dashur, po na lën një herë. Po kisha shok, ishte komplet. Ledion, a mund të vetëm një gjë tjetër? Po tatuash, po. Ta njoh, unë se duam fata të jam shumë ta njoh. Ta njoh që ti vërtetoj gjithë këtyre që janë gabim. Po jo ti se lart do të lutem, ti nuk e ke tatuash, patjetër, po. Na fol për dashurinë. Për momentin na fol për ndonjë temë tjetër. Na fol për ndonjë temë tjetër. Na fol për ndonjë temë tjetër. Për momentin po flisnim për Brikenën edhe për Mateon. Atëherë, Ledion, unë në përgjithësi edhe jashtë jam person shumë i ftohtë. Domethënë, unë raportet e mia do të më shku shumë gjatë për me kriju një raport. Se jam person që nuk kam besim me një mashkull. Edhe kam thënë gjithmonë, ka pas sa gjalla një jetime që më kanë ndodhur që nuk kam besim ke mashkull. Kështu që unë prej që kam marrë gjithmonë i kam caktu limitet e mia, kam thënë, nuk kam qef unë për qafu, kam qef me majtë si mos me mprek, me majtë distancën tam. Unë jam person kështu edhe jashtë, i kam limitet e mia edhe do me thonë kam qef njerëzit me mi respektu. Në momentin që unë e njoh një person, unë vazhdoj njoh dhe kam afirmitet me atë person, gjanat ndryshojnë. Por në momentin që unë edhe Mateo, do me thonë, nuk kemi pas mundësi me nejt, me unë njoft e gjitha, unë atë moment nuk e kam gjeni. Tani, Brikena, do të pyes, deri më tani, nga ajsa ke njohur deri më tani. Si jemi mirë, keq, shumë keq, janë në njohje, si për... Shumë mirë. Po njihen. Po pra, me ajsa ke njohur deri tani flas, do me thënë, se njeriu aty, fatmirësia e Big Brotherit, është njeriu e nje edhe në raport me ty, edhe në raport me të tretët. Dhe e ke, do me thënë, e nje nga të gjitha anët brenda një kohë shumë të shkurtër. Nga aq sa ke njohur ti deri më tani nga Mateo. Ku jemi? Atëherë, Ledion, unë mendoj se... Të duket ke një mendim të mirë për të, apo një mendim jo dhe ashtë të Unë mendoj që Mateo është shumë djali mirë dhe kam thënë gjithmonë, por që surpriza ndodhi para 2 ditëve. Unë i thash, po të hap mundësinë me njoft, unë nuk kam arrit akoma me nejt, me fol, me qesh, me baj gare për me të thonë cilën pik jam. Për momentin, unë nuk kam pëlqim për Mateo, unë vazhdoj e them. Jo, nuk e thash për pëlqim, jo. Duket mirë, është shumë i mirë, por që unë për momentin nuk kam pëlqim për Mateo. Shumë e qartë. Ndërkohë, dua të kalojmë në një